Krijimi i institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 9 shkurtit ka ngecur me seancën e 5 që u mbajt sot e dështoi sërish në zgjedhjen e kryetarit të ri të kuventit. Seanca e radhës do të vazhdojë të premte ndërsa palët duket të jenë larg një zgjidhje. Përpara seancës, kryesuesi Avni Dehari mblodhi në një takim përfaqësuesit e partive politike, por pa asnjë rezultat. Edhe sot, lëvizja vetëvendosje si parti e parë bëri të njëjtin propozim. Lëvizja vetëvendosje propozon atë që gjithmonë ishte propozimi ynë, zonën Albulena Haxhiu për kryetarët të kuvendit të Republikës Kosovës, të nderuar kolegë, ju lutem gjithëve që ta mbështesni dhe të dalim nga kjo bllokadë. Haxhiu siguroi vetëm 57 vota nga të paktën 61 të nevojshme për të zgjedhur. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, akuzoi vetëvendosjen se po e çon vendin në një fazë që s'ka qenë kurrë më parë. Lëvizja vetëvendosje, cilës i takon ta propozoj kryetarin e kuvendit, ka vendosur që ta mbajë peng shtetin për shkak të tekeve të tyre për një emër të përveçëm. Nuk munden ta imponojnë për votuesit, për deputetet e opozitës, emrin ashtu siç po kërkojnë. Mentaliteti arbitrar i marrjes së votës me zër nuk ka vend në një sistem demokratik. Krasniqi tha se vetëvendosja e di kush janë dy emrat brenda saj që mund të marrin mbështetjen e opozitës, por pavarësisht kësaj, vendos të mbajë të bllokuar procesin, ndërsa nga Lidhja Demokratike e Kosovës kanë thënë se nuk do të mbështesin asnjë kandidat të vetëvendosjes për shkak të sjelljes së tyre dhe gjuhës përçarëse. Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ishte në të njëjtin qëndrim me Partinë Demokratike duke kërkuar nga vetëvendosje propozimin e një kandidature unifikuese. Teksa kjo e fundit ka thënë se kontestimi i emrit të zgjedhur është i papranueshëm.